Kryeministri Edi Rama e ka quajtur qesharake pretendimin e liderit të opozitës Sali Berisha që akuzon Partinë Socialiste për kopim të programit të tij. Gjatë një deklarate, Rama theksoi se programet janë të hapura dhe mund të konsultohen nga kushdo, por theksoi se ai është i përkushtuar për një program qeverisës që ka për qëllim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk e di si mund të ndihmoj, po një gjë të lutem se kjo kopimi i programit është shumë qesharak. Është shumë qesharak. Programet janë rrugëve dhe nuk e di sa programe ka rrugëve mira që mund të shohësh, të konsultosh, ti adoptosh, të bësh çfarë duash, nuk ngel. Dhe një gjë tjetër, se për të kaluar tani në anën shumë serioze. Kam thënë dhe më parë, ne kemi një program pune, një program qeverisës, që është një program me cilin po antarësojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. A e kuptoni? Se kjo i thot të gjitha. Bashkimi Evropian nuk antarëson, nuk i afrohet fare vendeve që nuk përmbushin standardet dhe kriteret që ka Bashkimi Evropian në të gjitha aspektet. Ai shtoi se Partia Socialiste ka krijuar një skuadër të re dhe dinamike duke krahasuar me koalicionin e djathtë dhe duke theksuar se Partia Socialiste është një shkollë vërtet e promovimit të rinjve dhe ka në përbërje të saj një skuadër të rinj që janë bazë për gjeneratën tjetër të leadershipit. Që është skuadra më e re. Do me thënë kushdo të reja dhe të rinj i ka në skuadrën e Partisë Socialiste me shumicë dhe i ka me shumicë në listën e mbyllur. Ky është një ndryshim shumë i madh me të gjithë të tjerët. Të shkosh të votosh ato moçalishtet e reja që janë hapur, në rastin më të mirë me fat, mund të marrësh në parlament, mund të kesh parlament një person, me çdo bëj një person. Ndërkohë që duke votuar për ne, përveç të gjitha të tjerave, do kesh shumë të rinj dhe të reja në parlament, që janë praktikisht gjeneratës tjetër të leadershipit Partisë Socialiste. Në rubrikën Sy më sy, Rama u pyet për përdorimin e fjalës së bufi si një simbol i qeverisë së tij. Ai e holli poshtë këtë pyetje duke sqaruar se fjala kyçe e qeverisë së tij është pasaporta europiane për Shqipërinë dhe se fjalët e tjera janë të pavlera. Ai theksoi se fitoria e Partisë Socialiste është rezultati i punës së bërë dhe vendimeve të qëndrueshme të qeverisë, por edhe për shkak të mungesës së kundërshtarëve të fortë. Ish kryeministri Sali Berisha ai është përgjigjur ashpër deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili akuzoi opozitën për kopimin e programit elektoral në një takim me biznesin Fason në Durrës. Berisha ka hedhur akuza të rënda ndaj Ramës duke e quajtur atë njeriu që çdo ditë ka një prill, duke aluduar në pretendimet e pambajtura dhe në gënjeshtrat që sipas tij Rama thot çdo ditë. Njeriu që del çdo mëngjes dhe flet me vete në një monolog se thot se po flas me gjyqtarët, asnjë prej tyre se gjyqtari i shpik vet, i krijon vet. Sot e ka ditën e tij, po problemi është ai çdo ditë ka një prill. Prandaj vetëm një gjë, sa herë ta dëgjoni, kujtoni një prillin se është dita e Edi Ramës. Berisha ka shtuar se premtimi i Ramës për të arritur 400 euro pensioni në vitin 2030 është vetëm një gënjeshtër. Malizi e bëri për 12 vjet. Malizi kishte më të ulta se ne pensionet, sot i ka 450 euro. Rumania kishte më të ultë se ne rrogën minimale. Sot e ka 4 herë më të lartë se ne, sepse çdo qeveri kur ndan buxhetit mendon një pjesë qytetarëve, një pjesë rrugëve, një pjesë shkollave, një pjesë arsimit. Pra ne do merremi do bëjmë gjithçka për një Shqipëri madhështore. Nga ana tjetër, Berisha ka paraqitur një pjesë të programit të tij për shtimin e ndihmës së ndaj fëmijëve dhe për kushtimin për minimumin jetik. Ai ka pretenduar se qeveria e tij do të vendosë bonuse dhe rroga për të mbështetur qytetarët, veçanërisht gratë sipërmarrëse, dhe do të sjellë lehtësira për biznesin Fason në Shqipëri. Në këtë mënyrë, Berisha ka sfiduar Ramën për të bërë më shumë për pensionet dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Sot me 1 prill 2025, Shqipëria feston 16 vjetorin e antarësimit të saj në NATO, një arritje historike që e ka bërë vendin pjesë të aleancës më të fuqishme të mbrojtjes kolektive në botë. Kryetari i shtetit Bajram Begaj ka përshëndetur këtë ditë të shënuar përmes një statusi në rrjetet sociale, duke theksuar se Shqipëria ka dëshmuar se është një anëtare e denjë e NATO-s, duke kontribuar dhe marrë pjesë aktivisht në misione dhe operacione ndërkombëtare.
Në këto 16 vite, Shqipëria ka dëshmuar se është anëtare e denjë e aleancës me kontribute dhe pjesëmarrje efektive në misione dhe operacione të NATO-s dhe se do të vijojë të jetë përkushtuar ndaj aleancës euroatlantike për të patur një NATO të fortë, të bashkuar dhe solidare. Kreu i diplomacisë shqiptare Igli Hasani gjithashtu ka ndarë mesazhin e tij në lidhje me këtë përvjetor, duke e cilësuar anëtarësimin e Shqipërisë në NATO si një dëshmi të fortës, sigurisë dhe solidaritetit të vendit në aleancën euroatlantike. Ne kemi NATO dhe NATO ka Shqipërinë, shkruan Hasani duke theksuar se Shqipëria do të vazhdojë të kontribuojë me krenari për forcimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Për 16 vite Shqipëria ka qenë një aleate e besueshme, duke ofruar mbështetje të fuqishme për operacionet e NATO-s në mbar botën. Ushtarët shqiptar janë të pranishëm në disa prej misioneve më të rëndësishme të aleancës, përfshirë në vendet baltike, Poloni, Rumani, Bullgari dhe Kosovë, duke kontribuar në forcimin e sigurisë në këto rajone. Gjithashtu Shqipëria po punon vazhdimisht për të modernizuar strukturën e saj komanduese ushtarake, duke rritur gatishmërinë e forcave aleate. Anëtarësimi në NATO ka forcuar pozitat strategjike të Shqipërisë dhe ka ofruar mundësi të mëdha për zhvillimin e vendit, si dhe për forcimin e marrëdhënieve me aleatët e saj ndërkombëtar. Ky përvjetor vjen në një moment kur konteksti gjeopolitik ka ndryshuar dhe Shqipëria vazhdon të angazhohet për të kontribuar në stabilitetin dhe sigurinë ndërkombëtare. Gjykata e posaçme për krime të rënda ka rrëzuar kërkesën e ish-gjyqtares Elbasanit Pajtime Fetau për ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest në burg në një masë më të lehtë për arsye shëndetësore. Fetau është akuzuar nga SPAK për lidhje me 2 grupe kriminale të vëllezërve Çopja dhe grupin e Suel Çelës dhe për favorizimin e tyre. Ajo ka kërkuar ndryshimin e masës duke argumentuar se qëndrimi në qeli rrezikon jetën, ndërkohë që për verifikimin e këtyre pretendimeve, gjykata ka caktuar 2 ekspertë mjekësisë ligjore. Ish-gjyqtarja Pajtime Fetau mbahet në qelinë e paraburgimit që nga muaji nëntor vitit 2024 pas një urdhër arresti të lëshuar nga SPAK lidhur me hetimet për Suel Çelën dhe antar të grupit të tij në Elbasan, për të cilët dyshohen se i ka favorizuar dhe ka pasur komunikime me ta të zbuluara përmes përgjimeve të platformës së koduar SkyECC. Fetau u arrestua në korrik të vitit kaluar, po më pas u vendosën ndaj saj masa arrest në shtëpi. Në muajin janar të këtij viti, gjykata e lartë rrëzoi rekursin e saj, duke konfirmuar masën e parë të vendosur nga apeli i posaçëm antikorrupsion për arrest në shtëpi. Emri Fetaut është përmendur edhe në operacionet Plumbiar 2 të SPAK, ku u lëshuan mbi 30 urdhër arreste për grupet kriminale. Dyshohet se ish-gjyqtarja ka pasur lidhje të ngushta me vëllezërit Çopja dhe se u ka dhënë atyre informacione sekrete lidhura me procedurat gjyqësore. Ajo akuzohet gjithashtu për korrupsion, pasi dyshohet se mori 11.000 euro, një monedhë floriri dhe ishte në pritje të një aparati celular nga antarët e grupit kriminal Çopja. Fetau dhe dorëheqjen nga sistemi i drejtësisë me 16 nëntor 2022, vetëm disa ditë para se të nënshtrohej procesi të vettingut. Policia kufitare dhe Guardia di Financia italiane kanë bërë një gjetje të pazakontë në detin e hapur, ku kanë zbuluar rreth 30 bidon të mbushur me benzinë me një sasi totale prej rreth 1500 litrash. Ngjarja ka ndodhur 3 ditë më parë në afërsi të ishullit të Sazanit, ku një mjet tip skaf është ndjekur nga policia kufitare dhe gjatë ndjekjes ka hidhur bidonët me benzinë në det duke u larguar më pas. Pas këtij incidenti, autoritetet kanë intensifikuar hetimet në gatishullin e Karaburunit dhe në ishullin e Sazanit. Dyshohet se skafi është përdorur për trafik palishëm të karburantit dhe se benzina e gjetur ishte destinuar për të shërbyer si karburant shtesë për rrugët e gjata, mundësisht për një rrugë që lidhte Shqipërinë me Greqinë. Mjeti, i cili dyshohet se ka qenë pjesë e operacionit palishëm, mund të ketë vazhduar rrugën e tij drejt ishujve grek, pasi kontrollet nga autoritetet shqiptare dhe italiane nuk kanë rezultuar me gjetjen e tij. Policia po heton lidhur me origjinën e karburantit dhe përfshirjen e më shumë personave në këtë trafik. Deri tani nuk ka informacione mbi kapjen e personave të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, por hetimet janë ende në vazhdim. Ky incident ka ngjatur shqetësim për aktivitetet palishme që mund të jenë duke u zhvilluar në këtë zonë të ndjeshme, e cila shpesh shërben si kalim për aktivitete të tilla. Autoritetet lokale janë angazhuar për të forcuar mbikëqyrjen e zonës dhe për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.
Uniformat blu kanë goditur një rast të rënd të trafikimit të armëve të zjarrit dhe municioneve nga Kosova për në Shqipëri. Në kuadër të operacionit të goduar suspend, policia e shtetit ka arrestuar 2 shtetas të Kosovës, Altin Pajaziti dhe Kadri Prushi, të moshave 23 dhe 53 vjeç. Ata akuzohen për trafikim të 2 pistoletave dhe municionit luftarak, të cilat kishin vlerën e rreth 10.000 eurove. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, 2 shtetasit kishin planifikuar të shisnin armët dhe municionet në Tiranë. Hetimet të cilat kanë zgjatur disa muaj janë kryer në drejtimin e prokurorisë, ndërsa operacioni ka kulmuar me arrestimin e tyre në autostradën Lezhë-Fushkruj, ku ato po transportonin armët. Policia ka konfirmuar se 2 të arrestuarit janë banues në Kosovë dhe qëllimi i tyre ishte të shisnin armët në tregun e palishëm në Shqipëri. Hetimet kanë qenë të thedhuara dhe janë zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet kosovare për të zbuluar lidhjet dhe rrjeten që mbështesin këtë aktivitet palishëm. Në këtë operacion janë identifikuar edhe disa indicjet që tregojnë se Pajaziti dhe Prushi mund të kenë pasur kontakte me grupe të tjera kriminale që veprojnë në Shqipëri. Hetimet vijojnë dhe kanë për qëllim dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të 2 shtetasve, identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet. Materialet proceduriale për këtë rast i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa policia e shtetit ka bërë thirrje për bashkëpunim nga qytetarët për të luftuar trafikun e armëve dhe krimeve të rënda. Policia e Shkodrës ka zbardhur një operacion të rëndësishëm ku gjet një pako me lëndë plasëse, ku dyshohet se e hodhën gjatë një ndjekje 2 të rinjt, David Simoni dhe Mikelian Tome, të cilët u arrestuan në 26 mars të këtij viti. Ata ishin në një motor me targa të vjedhura dhe dyshohet se po transportonin një sasi tritoli me qëllim shpërthimi në një vend caktuar. Pas arrestimit të tyre, policia ka vijuar hetimet dhe ka kryer kontrolle në lagjen 3 Herojt në Shkodër, ku është gjetur paketa me lëndë plasëse, e cila dyshohet se është hedhur nga Simoni dhe Tome gjatë ndjekjes. Me 26 mars, lënda plasëse është sekuestruar si provë materiale dhe është dërguar për analizë. Sipas policisë, motocikleta në cilën ata lëviznin u pikas rastësisht nga patrulla e sigurisë në lagjen Xhabie dhe pasi nuk ju bindën urdhrit për të ndalur, ata tentuan që të largoheshin, por u ndoqën nga policia. Një ndjekje që zgjati rreth 20 minuta. Motocikleta u përplas dhe ky ishte momenti ku kapën 2 të rinjt. Verifikimi i saj zbuloi se targat ishin të vjedhura dhe numri ishte ndryshuar. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe identifikimin e mundshëm të shënjestrës së këtij sulmi. Gjatë kontrolleve të kryera në 2 makinat e tyre janë gjetur një bidon me benzinë, një silenciator dhe disa doza kokainë, duke ngritur dyshime se plani i tyre mund të ketë përfshirë aktivitete të tjera kriminale. Të 2 të rinjt, të cilët nuk kanë bashkëpunuar gjatë marrjes në pyetje, po mbahen në arrest dhe hetimet do të përcaktojnë më shumë detaje lidhur me veprimtarinë e tyre kriminale. Natën e mbrëmshme objekti i postës së Kosovës është sulmuar me granat dore, duke shkaktuar dëme materiale të konsiderueshme. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se pas shpërthimit brenda objektit është gjetur edhe një granat tjetër e pashpërthyer, e cila më pas është shpërthyer në mënyrë të kontrolluar nga autoritetet kompetente. Shpërthimi ka ndodhur rreth 30 minuta pas mesnate, por fatmirësisht në momentin e shpërthimit nuk ka pasur asnjë person në godin, duke shmangur kështu viktima apo të lënduar. Sipas njoftimit të policisë, sulmi ka shkaktuar vetëm dëme materiale dhe ka krijuar një situatë të tensionuar në rajon. Hetimet për zbardhjen e autorsisë dhe motiveve të mundshme të këtij sulmi janë në vazhdim. Dyshohet se sulmi është kryer nga elementë serb që kundërshtojnë vendosjen e institucioneve të Kosovës në veri, veçanërisht pas hapjes së postës në këtë godinë që më parë ishte përdorur si selje bankës së kursimeve postare serbe. Një ndër kërkesat kryesore të hetimit është identifikimi i autorëve dhe zbardhja e plotë e rrethanave që çuan në këtë sulm, pasi këto lloj aktesh mund të rrisin tensionet dhe të dëmtojnë proceset e integrimit të institucioneve kosovare në veri. Autoritetet kanë bërë thirrje për qetësi dhe bashkëpunim nga të gjitha palët për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka reaguar ashpër ndaj sulmit me granata të hedhura në zyrën e postës së Kosovës në Zveçan, duke theksuar se ky akt të dhune ka për qëllim të cënojë sigurinë dhe stabilitetin në vend. Në një postim në Facebook, Kurti ka theksuar se sulmi është një përpjekje për të penguar integrimin e qytetarëve të Kosovës në sistemin ligjor dhe institucional të shtetit, brengosëse në këtë situatë mbetet fakti se individ të njohur për lidhjet e tyre me grupet kriminale dhe terroriste si Milan Radojičić
vazhdojnë të mbeten të lirë, e po strehohen dhe po shfrytëzohen nga pushteti në Serbi për qëllime shoviniste. Qëndrimi në liri kriminalit Radojčić dhe mosdorëzimi i tij në autoritetet e shtetit ton është një mesazh i rrezikshëm që inkurajon kriminale e terrorist, ekstremistë të ndryshëm që të vazhdojnë veprimet e tyre me tendencë destabilizuese. Përmes krijimit të tensioneve artificiale, po tentohet të pengohet funksionimi normal i institucionit dhe të minohet zhvillimi ekonomik i përparimit demokratik i vendit ton. Në lidhje me sulmin, Kurti theksoi se posta Kosovës do të qëndrojë fort si ndërmarrje publike dhe do të vazhdojë të ofrojë shërbime legale për të gjithë qytetarët. Ai siguroi se institucioni i postës së Kosovës, i cili hapi zyrat e tij javën e kaluar në të njëjtën godinë ku më parë kishte vepruar posta bankare e Serbisë, do të vazhdojë normalisht aktivitetin e tij pavarësisht sulmeve. Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s Radmila Shekerinska theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet NATO-s dhe BE-s për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Deklarata erdhi pas një takimi me përfaqësuesin e posaçëm të BE-s për dialogun Kosov-Serbi Peter Sorensen, i cili shprehu gatishmërinë për të forcuar bashkëpunimin. Misioni i NATO-s në Kosovë KFOR vijon të luajë një rol të rëndësishëm për paqen në rajon. Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s Radmila Shekerinska theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet NATO-s dhe BE-s për të garantuar stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor përmes një postimi në rrjetin social X. Mesazhi i saj erdhi pas një takimi me Peter Sorensenin, përfaqësuesin e posaçëm të BE-s për dialogun Kosov-Serbi, i cili shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar dhe për të forcuar përpjekjet për paqe dhe stabilitet në rajon. Misioni i NATO-s në Kosovë KFOR vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e sigurisë dhe paqes në rajon, ndërsa BE-ja mbetet e angazhuar në lehtësimin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në vitet e para pas luftës, KFOR-i kishte 50.000 trupa të stacionuara në Kosovë, por ky numër është reduktuar në rreth 4.600 ushtar pas vlerësimeve të vazhdueshme të gjendjes së sigurisë. Megjithatë, prania e trupave është rritur sa herë që situata ka qenë tensionuar, si në rastin e sulmit të armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023. KFOR-i dhe BE-ja mbeten të përkushtuara për të siguruar një mjedis të qëndrueshëm dhe të sigurt në rajon, duke u fokusuar në zgjidhjen e çështjeve përmes dialogut dhe diplomacisë. Dënimi i Marine Le Pen, lidere së partisë së ekstremit të djathtë Tubimi Kombëtar dhe një nga politikanet më të njohura të Francës, ka shkaktuar një valë reagimesh të fuqishme në Europë. Le Pen, e njohur për agjendën e saj si Franca e para dhe qëndrimin e saj të ashpër kundër emigracionit, u dënua nga gjykata për përvetësimin e fondeve të Bashkimit Evropian që arritën vlerën e mbi $4 milion të përdorura për financimin e partisë së saj. Vendimi i gjykatës ka shkaktuar një tërmet në politikën europiane, pasi udhëheqës të djathtë nga e gjithë Europa janë bashkuar Le Pen në mbështetje, duke konsideruar këtë dënim si një goditje të padrejtë ndaj një politike që e konsiderojnë të nevojshme për mbrojtjen e interesave kombëtare. Kryeministri hungarez Viktor Orban e mbështeti hapu Le Pen, duke shkruar Jesuis Marin, unë jam Marin, një mesazh solidariteti që shprehte mbështetje për të. Gjithashtu, populisti holandez Geert Wilders e përcolli bindjen se Le Pen do të apelojë vendimin dhe do të bëhet presidentja e ardhshme e Francës, duke konsideruar këtë si një mundësi për të ardhur në pushtet. Ndërkohë, Matteo Salvini, zëvendës kryeministri italian, tha se ne nuk friksohemi, duke theksuar që ky dënim nuk do ta ndalonte Le Pen në rrugën e saj të politikës. Vendimi i gjykatës i ka mbyllur Le Pen mundësinë për të kandiduar për president të Francës në vitin 2027, një pozicion për të cilin ajo kishte shprehur ambicie të qarta. Sondazhet më të fundit të opinionit tregojnë se Le Pen ishte një prej kandidatëve më të mundshëm për të fituar zgjedhjet presidenciale të ardhshme, duke pasur një mbështetje të gjerë ndër qytetarët që mbështesin agjendën nacionaliste dhe atë kundër emigracionit. Ky dënim ka nxjerrë në pah edhe një përplasje të thellë midis politikave të djathta dhe të majta në Europë, ku shumë lider të djathtë shohin këtë vendim si një përpjekje për të minuar dhe penguar lëvizjen e tyre për një Europë më kombëtare dhe më të centralizuar. Situata në Myanmar është bërë gjithnjë e më dramatike pas tërmetit shkatërrues që goditi vendin javën e kaluar. Me një bilanc të viktimave që ka arritur në 2700, numri i të mbjetuarve që po përballen me kushte të vështira vazhdon të rritet. Rreth 6.7 milion fëmijë jetojnë tashmë në një vend të shkatëruar nga uria dhe lufta civile, ku 32% e popullsisë është nën pragun e varfërisë. Duke përjetuar frikën e tërmetit, banorët kanë shpërndar dëshpërimisht informacionin për situatën që po përjetojnë. Njerëzit tani kanë frikë nga pasgoditjet dhe po flen jashtë në rrugë ose në fusha të hapura, tha një punonjës i Komitetit Ndërkombëtar të Shpëtimit në Mandalay. Sidoqoftë, hapësirat e sigurta në qytete janë shumë të pakta,
dhe ka një nevojë urgjente për tenda për ata që shtëpit e të cilëve janë shkatëruar, si dhe për ata që kanë frikë të flenë në brendësitë të tyre për shkak të pasgoditjeve. Lufta civile në Myanmar, pas grushtit të shtetit të ushtarakëve në vitin 2021 ka komplikuar përpjekjet për të arritur tek të plagosurit dhe të pastrehet nga tërmeti. Në Mandalay banorët po përpiqen të nxjerrin kufomat nga rënojat, por mungesa e pajisjeve dhe ekipeve të shpëtimit e ka bërë punën e tyre shumë të vështirë. Një banor i tha për Reuters se megjithëse njerëzit janë rikthyer në ndërtesa gjatë ditës, ata ende nuk guxojnë të flenë natën. Media shtetërore raporton për 3900 të plagosur dhe të paktën 270 të zhdukur. Ndërkohë qeveria e Myanmarit shpalli një periudhë zije kombëtare prej një jave që nga e hëna. Tërmeti me magnitudë 7.7 ball goditi Myanmarin më 28 mars në një thellësi prej 10 kilometrash dhe pasgoditja e tij kishte magnitudën 6.7 ball. Instituti Gjeozizmik Italian ka raportuar se goditja kryesore ishte 300 herë më e fuqishme se ajo që goditi Amatricen në vitin 2016. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën thirrje Izraelit të respektojë ligjin ndërkombëtar humanitar pas sulmit të fundit në Gaza, ku mbeten të vrarë 15 persona përfshirë staf mjekësor dhe civil të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Duke ju përgjigjur pyetjeve mbi viktimat, një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit theksoi se çdo gjë që ndodh në Gaza po ndodh për faj të Hamasit. Agjencia humanitare e OKB raportoi se më 23 mars, 5 ambulanca, një kamion zjarfikës dhe një automjet i OKB-s u goditën duke lënë të vdekur 15 persona përfshirë ekipet mjekësore të organizatës. Ushtria izraelite deklaroi se trupat e saj qëlluan mbi automjete që po lëviznin në mënyrë të dyshimt pa fener apo sinjale emergjence, duke përfshirë një operativ të Hamasit dhe militantë të tjerë mes të vrarëve. Sipas së drejtës ndërkombëtare humanitare, shënjestrimi i civilëve dhe personelit mjekësor është rreptësisht i ndaluar dhe kërkohet mbrojtje specifike për ta. SBA, që është furnizuesi më i madh i armëve për Izraelin, ndalon përdorimin e armëve të saj nga ushtrit e huaja kundër civilëve dhe personelit mjekësor. Megjithatë, kritikat ndërkombëtare ndaj veprimeve ushtarake të Izraelit janë shtuar duke ngritur shqetësime për respektimin e ligjit ndërkombëtar në zonat e konfliktit. Incidenti ka nxitur reagime të forta nga organizatat humanitare dhe përfaqësues të OKB-s, të cilët kanë kërkuar hetime të pavarura për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar përgjegjësit. Aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë theksuar se sulmet e përsëritura ndaj civilëve dhe infrastrukturës humanitare përbën shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Përplasjet e dhunshme në Gaza kanë shkaktuar një krizë të rëndë humanitare, duke përkeqësuar kushtet e jetesës për civilët palestinezë dhe duke vënë në rrezik shërbimet bazë të kujdesit shëndetësor dhe ndihmës emergjente. Në këtë kontekst, shumë analistë shohin si etike ndërhyrjen diplomatike për të ulur tensionet dhe për të rikthyer përpjekjet për një zgjidhje të qëndrueshme politike. Territori shqiptar për datën 2 prill 2025 do të karakterizohet nga një mot me kushte atmosferike të paqëndrueshme, me shtim të vranësirave mesatare dhe rim të dendura të cilat do të shoqërohen. Me rreshje shiu të herë pas hershme me intensitet kryesisht të ulët në pjesën më të madhe të territorit. Në periudha afat shkurtra, rreshjet mund të jenë në formën e shtrëngatave. Temperatura minimale parashikohet të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë në 22 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë me drejtim juglindje verilindje me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe luginave, era herë fiton shpejtësi prej 9 deri në 15 metra për sekond, shoqëruar me vallëzim në dete të forcës prej 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë janë si më poshtë: Shkodër 12 deri në 22 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 16 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri në 19 gradë, Tiranë 9 deri në 21 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 22 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 21 gradë, Elbasan 8 deri në 20 gradë Celsius, Berat 8 deri në 21 gradë, Korç 4 deri në 15 gradë, Vlorë 10 deri në 22 gradë Celsius, Gjirokastër 8 deri në 20 gradë, Sarand 10 deri në 22 gradë Celsius,
Territori i Kosovës për datën 2 prill 2025 parashikohet të përshkohet me një not kryesisht të vranët me intervale të shkurtra me diell dhe rreshje shiu në disa zona të territorit. Temperatura minimale parashikohet të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë në 17 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë me drejtim juglindje-verilindje me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe luginave, era herë fiton shpejtësi nga 5 deri në 13 metra për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale të parashikohura për disa qytete kryesore të Kosovës janë si vijon: Mitrovica 5 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 4 deri në 14 gradë Celsius, Skënderaj 4 deri në 12 gradë, Pej 5 deri në 13 gradë, Prishtinë 4 deri në 14 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 13 gradë, Malishev 4 deri në 10 gradë Celsius, Gjilan 4 deri në 14 gradë, Ferizaj 4 deri në 14 gradë, Kaçanik 4 deri në 14 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 10 gradë, Prizren 4 deri në 13 gradë Celsius.